Para do vite në shpimin atë ma të lira, tash ka nisë edhe shpimin edhe këto. Po më në pej kurone e kënej, s'po thome vetëm në Kosovë, po thome edhe atje dhe na, edhe na në Gjermani që jetojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, mirë? Mirë. Jemi pra emisioni 05, prej nga jeni? Na jemi pej komunës të Biliqit. Po. Pse je sot në Ferizaj? Me dalë me shtit, pa me këshirë Ferizaj. Është hera por që je këtu? Jo, vim shpesh, pa gjë shpesh. Çka përpëlqen më shumë ti në Ferizaj? Qyteti, është qyteti rregull i mirë. Pa. Pse je jo Biliqit, po du me të pyet pak për komunën tënde, apo më tregon çka është ndoshta diçka që e veçon o Biliqin përveç furnizimit me rrymë gjithë Kosovën. Ne, nuk ka puna të rryma, po o Biliqi nuk ka si Ferizaj. O Biliqi është më i vogël si Ferizaj, edhe ndërtimet i kanë bën Ferizaj mas mirë. Qa më me mu, unë dy qytete krejnë Kosovën i ndryshoj, Ferizajin edhe Prizrenin. Edhe peja është e mirë, po qëta dy e mu që më pëlqen, i veçan në shtetin e Kosovës. Në rregull. Çka punon me çka merr? Unë nuk jetoj këtu. Ku jeton? Jetoj në Gjermani pej 92-ës, që 34 vjetë jam atje. Atje çka punon? Pavarësisht se jeton diçka punon. Unë atje jam si vëllëshkari një fabrikës, po e kemi patë një kështu vetëm konë si para pënduri, si një fabrikë, si një shef një firme, tash momentin nuk jam punë. Kur po vjen Kosovë, sa po shpenzon edhe, po doken çmimet e shtrejta apo diçka? Para do vite në shpimin atë ma të lira, tash ka nisë edhe shpimin edhe këto. Po më në pej kurone e kënej, s'po thome vetëm në Kosovë, po thome edhe atje dhe na, edhe na në Gjermani që jetojmë. Po janë përballush me çmime në Kosovë kur po veni për pushime? Po valloj, për neve në shta po, për bakja për këta që jetojmë këtu, janë ma shtrejta, mu po më menja, qysh po thotë të në 400-500 euro një rrogë, është pak shtia.